Kjo temë sigurisht që e nxit besimtarin për me vepru punë të mira edhe për me mundu me arrit kënaqësinë e Allahut të lartësuar dhe me fitu këtë xhenet që Allahu ka përgatit veç për robët e mirë të tij. Allahu Azza wa Jall na fton të ngutemi në punë të mira drejt xhenetit duke thënë: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Ngutno vraponi për një xhenet, punoni për një xhenet, gjerësia të cilit të shoqit dhe toka i përgatitur për robët e devotshëm. Ibn Qayyim rahimahullah kur e përmend këtë ajet thot: në këtë ajet Allah don më na tregu se xheneti ka çmim. Dhe çmimi i xhenetit është se ti duhet me qenë tek Allahu ma i shtrejt se xheneti për me hyrë në xhenet. Qysh nuk ka mundësi njeri në dunja me ble një banesë ose një shtëpi me 1 euro, 2, 5, 10, ashtu nuk ka mundësi me fitu xhenetin Allahut me punë të pakta. Po do të me bo punë që Allahu i vlerëson aq shumë sa që ta jep xhenetin për to. Allahu Azza wa Jall në ajet thot: "Wasiqa alladhina taqaw ila al-jannati zumara." Ata që i kanë frikë Allahut shkojnë drejt xheneteve grupe. Pra jo çdo njeri prej neve do të shkon drejt xhenetit për më fut në të, po veç ata që e kanë frikë shumë Allahun Azza wa Jall. Dhe ata që e kanë frikë në Zotin afrohen drejt xhenetit, hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin. Dhe shkojnë drejt xhenetit Allahut grupe derisa afrohen tek portat e xhenetit, edhe melekt që janë ngarkun me qëndru tek portat e xhenetit ju thonë atyne: Salamun aleikum, paqja e Allahut qoftë mbi ju, hyni në këtë xhenet dhe në të sa të mirë keni qenë në dunja dhe në të jeni për gjithmonë. Pra kjo është momenti i parë kur robi futet në xhenet, pasi që të kalej ditën e gjykimit, të kalej llogarinë për Allahut dhe dalin veprat e tina shumëta që ky person e meriton xhenetin. Allahu pastaj ja lehtëson shkumjen drejt xhenetit në grupe, e që grupi i parë që futet në xhenet, pejgamberi Allahut alayhi salatu wassalam thot: fytyrat e tyre janë drejtshme sikurse hana e plot, e grupi i dytë sikurse yjet që shkëlqejnë e kështu me radhë. Pra kjo tregon se njerëzit kanë me futur në xhenet në grupe të ndryshme. Dhe askush nuk mund me futur në xhenet veç vetë. Po ashtu, kjo ajet tregon edhe një gjë tjetër shumë më rëndësi, e cila është se në momentin e parë që njeri futet në xhenet, e ka një përgëzim prej Allahut. Po sa të shtin kamë në xhenet, Allahu i thot: në të do t'jesh për gjithmonë. Kur ma nuk i me dalë. E sigurisht se njeri mahnitet kur i shatu bukuri, vetëm atëherë kupton realitetin e hadithit pejgamberit alayhi salam, ku thot: fiha ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi al-bashar. Në xhenet ka diçka që syri s'ka pa, veshi s'ka dëgju dhe kujt mendja si ka shku. Veç kur të futën në xhenet e kupton çka i ka rënë ky hadith që e ka dëgju shpeshherë prej hoxhallarëve, prej dietarëve në jetën e kësaj bote. Sigurisht se njeri po sa të futet në xhenet sheh ato që Allahu ka përgatit për banorët e tij. Ka mundësi e sheh një lulje,
dhe edhin se e lule më kur s'ka më vyshk. Asnjëherë nuk i bin gjethet dhe asnjëherë nuk prishet. Por gjithmonë ai xhenet shkon tu zbukuru. Gjibril alayhi salam është prej melekëve që Allahu dhul xhelal i ka dhënë shumë vlerë në mesin e krijesave të veta. Zoti e ka bërë kryesorin e melekëve dhe e ka leju me shiku krijimtarinë e Allahut deri në ato masa që askush përveç tij nuk ka atë lejesë dhe atë privilegj. Kur Allahu e krijoi xhenetin, i tha Gjibrilit, shko dhe këshir çka kum përgadit për robët e mi devotshëm. Gjibrili alayhi salam shkon dhe shikon xhenetin, futën të, thot o Zot, çka kum pa prej krijesave tua madhështore, po kur nuk kum pa diçka si xheneti. Kur nuk kum pa diçka kaq të mirë si xheneti. Nuk po flasëm për një njeri i cili ka qenë i varfën, për një njeri i cili nuk ka pa botën dhe po sa të shenë një vend pak më të mirë, mendon se nuk ka diçka më të vlefshme se kjo. Po flasëm për një krijesë, për një melek si Gjibrili, që Allahu ja ka dhënë mundësi me pa shumë çka prej krijesave tina. Po sa futën në xhenet, thot vallahi kur s'kum pa diçka tillë. Pastaj Allahu azza wa jall thot, të zajjeni, i kum thonë xhenetit zbukuro, fe të zajjenu kullu jom, dhe vazhdon xheneti më zbukuru çdo ditë. Kjo i bën se dia xheneti ka qenë pak i bukur se sot, e sot është ma shumë i bukur se dia, e nesër do të jetë edhe ma shumë e kështu me radhë, deri në pafundësi. Deri në pafundësi do të jetë xheneti i Allahut në këtë mënyrë. Gjerësia e dyrëve të xhenetit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, mes dy dyrëve të xhenetit, mes dy mes njënës anë dhe anës tjetër derës së xhenetit, është sikur se në mes Mekës dhe Busras. Busra është një vend në Sham. Afërsisht nëse e këshyre me kilometra, i bjen 1300 kilometra. Është gjerësia e dyrëve të xhenetit. Prej këtu Ibn Abbas radiallahu anhu, kur i folte tabiinëve për xhenetin, thoshte po flasëm për një vend që vetëm emrat ngjasojnë po jo dhe forma e tyre. Derë në dunja, derë në xhenet, në emën janë njëjtë, po në formë na s'kena pa kur derë 1300 kilometra të madhe. Nuk kena pa diçka të tillë. Ndaj veç emrin e kanë të njëjtë. Kjo është fillimi, po është njëri që pemë në xhenet, e që Allah azza wa jall ka përgatitur prej pemëve të ndryshme, por një pemë që flet për të pejgamberi alayhi salam në hadith, thot është e madhe, nëse robi ecë në hijen e saj 100 vjet, s'mon me të i kalu. Nëse ecë njeri në dunja, vllaznit e mi, 100 vjet, pa u ndal, i bjen dunjas 10 herë. Krejt dunjan e shkel. Nëse s'ndalet kur, e të i kalon 10 herë në jetën e vet. Pra i bjen se një pemë e xhenetit është më e madhe se krejt dunjaja e shakont. Pema e xhenetit. E pastaj sigurisht se njeri në xhenet shef prej pallateve, e që pejgamberi alayhi salam thot për to, pallatet e xhenetit janë ndërtuar një tull prej ari, një tull prej argjendi, dhe ai malteri që i lidh këto tulla është prej misku. Fillimi asoj shtëpie shihet, ndërsa fundi i saj jo. Brendësia asoj shtëpie që ka brenda shihet nga jashtë, dhe çfarë ka jashtë shihet nga brenda. E katët e asoj shtëpie janë një mbi një, dhe në secilin kat ka lumen. Ka lumen.
tajri min tahtihim al-anhar, që rrjedhin në këmbët e tyre. Pra nëse është një pallat 10 kat, është pallati, pastaj është një lum, pastaj pallati, pastaj një lum, pastaj pallati. A kena po diçka tillë në dunja? E jo, sigurisht. Po ashtu pejgamberi alayhis salam thot, kur e komenton fjalën Allahut, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, dhe për ai person që i tutet Zotit, i ka 2 xhenete, thot 2 xhenete gjithçka në të janë ari, dhe 2 xhenete gjithçka në të janë argjend. Enë të saj, rrugë të saj, mobilet e ati xhenetit, pemë të ati xhenetit, gjithçka në të është ari, dhe në gjithçka në xhenetet tjera është argjend. Por edhe ari edhe argjendi, që thamë për derën, edhe për këto themi, janë të një ngjashme veç në emën, po jo edhe në formë. Jo edhe në formë e në pamje. Njeri i fundit që futën në xhenet, kur del për xhehenemit, Allah e sprovon me pa një pemë. Ja shet një pemë, se njerë lutet thot, o Allah, veç largam prej xhehenemit. Allah e largon, po pastaj e lën fytyrën ka zjarri. Pastaj lutet, o Zot, nuk të lypi ma kur gjë, veç largama fytyrën prej zjarri. Allah e largon fytyrën prej zjarri, e pastaj e sprovon mos një kohë me një pemë. Thot, o Zot, nuk të lypi kur gjë, veç qëm në hijen asoj pemë. Kur rënë të aja pemë, gjenë uja të afër, gjenë fruta, një kodë gjatë rënë, pastaj Allah e sprovon me një pemë tjetër, thot, o Zot, nuk du gjë tjetër, veç të më mshu të që ja pema tjetër, që aja është me madhe, me mirë. Pastaj thot Allah, unë nuk t'jepi, ma, mos më lëp, thot, nuk t'lypi, o Zot, ma, veç edhe që ato pëdu. Pastaj Allah e sprovon me një pemë të rejta, aja është edhe me bukur, me madhe, thot, o Zot, te e din së në lakmaj. Nuk të lypi ma kur gjë, veç më mshu edhe të që ja pemë. Allah e qesh me të thot, o robi jam, ti më premtove se së më lypi. Por do të plotësoj dëshirën, kura e shën Zotit e pema e tretë, fillon me i ndëgju zonat e banorëve të xhenetit. Tu kënash në xhenet, është afër murëve të xhenetit. Thot, o Zot, ma mundësë më fut në xhenet. Allahu thot, shka fut në xhenet. Kur shkon dhe hyn, ky person kthehet dhe thot, o Zot, xheneti i shmush plot, nuk ish vend për mu. Allah thot, o robi jam, ti ki në xhenet sot dunjoja, e pastaj sot dunjoja, pastaj sot dunjoja, vazhdon me nxej deri sot bëhet sot 11 dunjoja. Ky është njeri i fundit, fukaraja i xhenetit, nëse lejohet me thonë, me terme të sudit. E njeri që më pakti ka në xhenet është ky njeri, që ka hapësirë sot 11 dunjoja. Tash ndalë edhe me ndovë lloj dashur, dunjan prej se u kriju, asë njëherë një njeri se ka posedu, për gjithmonë kanë qenë ma shumë se një. Ka pas njerës ndryshëm, s'ka mujt me e sundu vesh një njeri. Sot sa shtete janë 210, 13, sa thuhet. Pro ka shumë shtete, e mrenda shumë shtete, ka shumë krahina, e ka shumë qytetet mëdha, kështë më radhë, që udhëheqin nga miliona njerëz. Një botë si dunjoja, ndërsa në xhenet, fukaraja e xhenetit ka hapësirë ma shumë se 11 dunjoja veç vetë. Pastaj thot pejgamberi alayhis salam, në xhenet krejt njerëz të janë mbretër. Çdo person që fut në xhenet e ka mbretëninë e vet dhe flet për këtë njerin e fundit, thot, ku i ka 1000 shërbëtor, që kur të kërkojnë diçka, ata ngrihen gjithë për mja pru dhe shtyhen cilë pja bjen i pare. Thënë, ndërsa ata që janë xhenetet e larta, vetëm me mendu diçka 100.000 njerëz i ngritën kam, para se me lyp. Prej shërbëtorëve dhe prej njerëzve që Allahu
ka përgatit për të në xhenet, për mu kujdes për të. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë do të futni në xhenet në moshën 33 vjeçare, në gjatësinë e Ademit alayhi salam që ishte 60 kot, afërsisht mbi 30 metra, dhe në bukurinë e Jusufit alayhi salam. E që e dini se as i bukur ka qenë Jusufi alayhi salatu wassalam, sa që Allahu përshkruan në Kur'an se si gratë i kanë prej durt, i kanë shkurtu gishtat krejt dhe nuk i kanë hetu dhimbjen për shkak shikimit në fytyrën e tij, edhe pamjes bukurisë të madhe që ka posedu Jusufi alayhis salam, sa që pejgamberi alayhis salatu wassalam thotë: "Utje li Yusuf wa ummihi shatrul jamal", ju ka dhënë Jusufit alayhis salam dhe nanës tina gjysma e bukurisë dunjas. Gjysma e bukurisë njerëzisë e ka posedu Jusufi alayhis salam dhe nana e tina. Kjo është fillimi i bukurisë së njerëzve në xhenet. Nuk është se do të jenë gjithë kështu, jo, ata zbukurohen çdo çast. Njerëzit në xhenet shkojnë të zbukuru çdo minutë, e çdo sekond ju shtohet bukuria e tyre. Këto e dina prej hadithit të tregut që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: njerëzit dalin në tregje për me blerë diçka, dhe kur kthehen në shtëpitë e tyre, ju thojnë gratë e tyre: "Wallahi, jeni kthy më të bukur se që keni dalë." Dhe këta ju thojnë grave të tyre: "Wallahi, ju kemi gjetë më të bukura se që ju kena lanë." Pra çdo çast shkon të zbukuru. Dhe padyshim se njeri ka pallatet shumëta në xhenet, ka mira e mira, shtëpia e ndërtesa, e që nëse nuk e shën një javë shtëpinë e vet, nuk e nje, për shkak se zbukurohet çdo ditë ajo. Çdo ditë shkon të zbukuru. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: njeriu një njeri vendos me shëtit krejt xhenetin, krejt atë hapësirën që Zoti e ka dhënë në xhenet, dhe fillon çdo vend, çdo lugin, çdo kodër, çdo shtëpi, çdo pallat që e ka në xhenet me vizitu. Thot i viziton dhe dikur mas mira vitesh arrin fundin. Pastaj kthehen në fillim dhe nuk din asgjë që ka vizitu, për shkak se çdo gjë u zbukuru. Çdo gjë ka shku të zbukuru, sa që nuk njeh më asgjë që ka pa me sy. Po ashtu bukuria grave në xhenet, pejgamberi alayhis salam thotë, është aq e madhe sa që burri e sheh fytyrën e tina në fytyrën e saj, aq shumë ndriçon. Dhe tregon se ashti i gruas në xhenet është prej arit. Kështu është përshkruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një grua në xhenet, e padyshim se gratë e dunjas janë më të bukura se hyriat e xhenetit. Janë shumë më të bukura se sa hyriat e xhenetit. Kjo është privilegj që Allahu i dallon ato, dhe secila prej tyre, thot i dërguari i Allahut, është mbretëresh në pallatin në atë xhenetin e vet, dhe trajtohet si e tillë. Po ashtu kur flet për pemt e xhenetit, për frutat e xhenetit, Allahu azza wa jall tregon se njeri nuk ka mundësi me shiju dy herë një shije. Nëse merr me hongër për shembull një moll, pastaj e lyp edhe një moll tjetër, në pamje është e njëjtë, po shija është krejt e ndryshme. Asnjëherë, asnjë gotë ujë, asnjë ushqim, asnjë pemë, asnjë mish nuk i vjen njerit dy herë. Kjo për shkak për mos më bu bajat, sepse jena gjithmonë. Nuk e shijon njeri dy herë një kënaqësi, po shkon veç të ju ndru. Kështu Allahu ka premtuar në librin e tij dhe ka tregu për robët që do ta shijojnë xhenetin, na boft Allahu prej tyre. Po ashtu Allah azza wa jall flet se në xhenet ka wildanun mukhalladun idha ra'aytahum
Hasibtahum lu'lu'an ka fëmijë të vogël që janë sikurse margaritat, sikurse diamantat. Ata rrinë gjithë të vogël, janë shërptor që gjithmonë në atë moshë rrinë, moshën e fëmijëve, 11-12 vjet. Në këtë moshë gjithmonë rrinë dhe gjithmonë shkojnë të zbukuru, janë sikurse diamanta kur i këshyr. Këta ju servojnë njerëzve ujë, ju servojnë njerëzve ushqim e kështu me radhë. Po ashtu pejgamberi alayhis salam kur tregon për ëndë e xhenetit, thotë se i jepet njerit një gotë dhe në të buron ujë ose ajo pija që aje ka. Jo më shumë jam mush prej një veni, po ato i buron mrana gotës. Për shembull, nëse pin ujë buron gotë. Nëse pin verë, e që ka lumej prej verës në xhenet që nuk deh njerin, ajo vera buron gotë. Nëse pin qumsht i buron, e nëse pin mjalt i buron. Kështu që i përshkruan Allahu lumejt e xhenetit, dhe kështu i përshkruan pejgamberi sasem ato gotat e njerëzve në xhenet. Po ashtu vëllezërit e mi, në xhenet nuk ka dhimbje, nuk ka xhelozi, nuk ka përgojim, nuk ka kërkush më ta frish qefin. Allah Azza wa Jalla në surën A'raf thot: "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghill tajri min tahtihim al-anhar", dhe ne ja vlargojmë atyne xhelozin prej zemrave tyne dhe do t'i vojmë pronarët një xhenetit që në këmbët e tyne rrjedhin lumej. Qysh i bjen më rrjedh lumi në kam, ku të që t'hapin lumi shkon mas ti. E bën një hap, lumi rrjedh në kamën e ti, një hap tjetër, lumi rrjedh në këmbët e ti, ka dhe që shkon lumi shkon mas ti. Po ashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në xhenet njeri ja ndryshon kohën lumit, të bu me gisht, ja bën këthom shiknej, a i kthejet, shko qanej, shkon, kat ja bën me gisht, lumi kthejet. Kështu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur pejgamberi sallallahu përshkruan të xhenetin, sahabët e pyetën o i dërguari i Allahut, a ka deve në xhenet? Thoshte ka deve, po deve që fluturojnë. Po kuaj a ka, tha ka, po fluturojnë. Pastaj tregon thot një njeri e merr shija, don me hangër një ushqim, e merr malli për një ushqim të caktuar, thot Allahu ja bjen në formën e një zogu me miliona ngjyra që ka, shumë ngjyrash. Dhe thot o Zot, kisha dasht me hangër prej ti, e pastaj i vjen i pjekun han prej ti sot don, dhe quhet ai plum dhe shkon përsëri. Pastaj në xhenet vllazërit e mi nuk ka diçka që hargjitet. Nuk hargjitet kurrë, po gjithçka shkon të ushtu. Po ashtu në xhenet nuk ka njeri dhimbjet barkët, jashtëqitje kështu me radhë, krejt kjo që ka në dunjë prej ndytësira, në xhenet del në formë parfumit dhe djersës. Del në formë djersës, ajo djersë është parfum, me aromë, parfumi kështu e përshkruan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në dunjë njeri sot don me arrit, me bo gjana të mira, mërzitet po sa ti posedon. Për shembull, nëse blen një kart shtrejt 1 milion euro, del në komunikacion dhe një grith e vogël ndoshta do të mira, qindra mira euro për me rregullu. Apo po sa del prej fabrikës që blen atëherë vlera e tij bjen 30%. Kjo është realiteti i dunjas. Ndërsa në xhenet kur njeri s'ka më mërzit, as s'ka më rrezikua ajo që posedon, as s'ka më prish kur shtëpia, as s'ka më vjetru kur rroba. Pejgamberi alayhis salam thot: la yubla thiyabuhum, nuk vjetrohen kur rrobat e xhenetlive, wala yufna shababuhum, as kur nuk largohet rinia tyne. Ata janë për gjithmonë 33 vjet. Edhe nëse mas 300 triliard vjetësh, dënë mi taku, ata i gjunë 33 vjet. Pra nuk ka që shkën mosha, e as nuk ka
që vjetrohet diçka apo asgjësohet, rregullat e xhenetit janë të kurrë ndërthen e kësaj bote. Këtë botë sa më shumë gjanat vjetrohen, harxhohen, lodhet njëri, mërzitet, elshon trupi, ndërsa në xhenet sa më shumë qëndron, aq më të bukura bëhen, aq më shumë shtohet fuqia, aq më shumë shtohet bukuria, aq më shumë shtohet vullneti e kështu me radhë. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përshkruan dhëjon e xhenetit, do thoshte prej miskut, dhe gurët në xhenet janë prej diamanti, një lloj diamanti i kuq dhe një tjetër yaqutul ahmar, një i kuq dhe një i gjelbërt. Diamant i kuq dhe i gjelbërt, e që në këtë botë këta dy lloj diamanta janë shumë të rrallë dhe kanë shumë vlerë të madhe. Ndërsa kur fol për ushqimin e parë të njerëzve në xhenet, thotë se ushqimi i parë që do të ushqehen me të xhenetlit është prej një pjesë të peshkut që sot kilogrami i tina bën mbi 2 milion në botë, këtë botë. Po sigurisht se nuk është e njëjtë, po veç është për me ngjasun në emën. Aq ushqime të shishme do t'i kenë banorët e xhenetit në xhenet. Në xhenet nuk ka diell, nuk ka të ftoftë, nuk ka ditë e as nuk ka natë, po ka veç mëngjes dhe mbrëmje. Nuk ka gjumë, njerëzit asnjëherë nuk do të flajnë, dhe nuk ka lodhje, sepse gjumi është gjysma e vdekjes. Kur shkojnë në Mekë, tu kënaqte po çamën, problemin që më shumë të secili prej neve ka me gjumë, se do të me gjetë një ku me harxhu në gjumë, ndërsa në xhenet kur njeri shet gjithë ato bukuri, nuk e pengon gjumi e as lodhja për me i vëzhgu dhe mu kënaq me to. Kjo nga aspekti i bukurive të xhenetit, e që nëse flasëm për to, do të shkoj shumë minuta, por tash do të mundohem me fol edhe për një aspekt tjetër që njerëzit do ta kenë në xhenet. Ajo është se do të takohen me pejgambert e Allahut azza wa jall, me sahabët e njerëzit e mirë. Dhe do t'i shohin melekt, secili xhenetli do ta sheh Xhibrilin, Mikailin, Israfilin, do ta sheh Muhammedin alayhis salam, Isa alayhis salam, Musa alayhis salam, Nuhin alayhis salam, do t'i sheh gjithë pejgambert, prind, gjështrit dhe ata që kanë qenë besimtar në këtë botë, do të takohet me ta. Dhe nuk do të ketë asnjëherë problem me thonë që nuk po kam kohë. Ka mundësi për shembull njëri në xhenet me qëndru me mira vjet afër pejgamberit alayhis salam dhe me pyet për çdo detaj të jetës tina. Në formë ngadalshme. Me pyet Xhibrilin alayhis salam për çdo detaj, çysh u ka dërguar shpallin pejgamberëve, çysh kanë prit njerëzit, secili një ka një mund me i shiku, sepse nuk ka përfundim, jem për gjithmonë. Allah azza wa jall kur i fut njerëzit në xhenet dhe i fut pabesimtarët në zjarr, e pren një urdhon mu pren një dele, shaj që tregon se mo nuk ka vdekje. I thot, o banorët e xhenetit, jetoni në xhenet se nuk ka vdekje më, dhe o banorët e zjarrit, jetoni në zjarr se nuk do të vdesni më kur. Allah na ruaj, ashtu që janë xhenetlit për gjithmonë në xhenet, ashtu do të ekzistojë xhehenami dhe xhehenami do të jenë për gjithmonë. Dhe më e mira e xhenetit është kur Allahu azza wa jall i fut njerëzit në xhenet, kënaqet me ato bukuri, pastaj thret një zot dhe thot, ejuhel mu'minun, o ju banor xhenetit, o ju besimtar, inna Allah ta'ala yunadi, Allah azza wa jall ju thirr një vizit, fa hayya ala ziyara, për gjithë një vizitës tina, dhe gjithë banorët e xhenetit nisën drejt një lugine që quhet Wadul Afyah. Kështu e ka emrin lugina Afyah në xhenet. Krejt gjithë burra e gra,
që ekzistojnë në xhenet, gjithë zbashku nisën drejt kësaj lugine, ku Allahu I thret në vizitë. E pastaj disa njerëz ulen në kultushe prej diamanti, e disa prej ari, e disa prej argjenti, e disa prej mendafshe, kështu me radhë. Edhe njëri më I ulët, e Zoti mos e bëhet me qenë tut në njëri atë ditë, është ai që ulet në një kodër e cila është prej miskut, ka aromën e miskut. Ky është më I ulët apo fukaraja I xhenetit që do të ketë këtë pozitë. Pastaj Allah Azza wa Jall I pyet o banorët e xhenetit: a keni diçka, a kërkoni diçka prej meje, se unë ju kom premtu duke qenë ju në dunja për këtë takim? Feseluni, pyetnëm, unë ju përgjigj juve. Pastaj banorët e xhenetit binë gjithë një fjalë dhe thonë: o Zot, na dëshirojnë ti me qenë I kënaqur me neve dhe na me qenë të kënaqur me ty. Allahu Azza wa Jall ju thotë: nëse s'kisha qenë I kënaqur me juve, nuk ju kisha futur juve në xhenetin tim. E pastaj përsëri ju thotë: kërkoni, feseluni, pyetnëm, unë t'ju jap. Ata binë gjithë një fjalë dhe thonë: o Zot, dëshirojna me pa fytyrën tonë të ndershme. Pastaj Allah Azza wa Jall urdhnon mu largu perdët mes tij dhe robëve tina, e që ka në hadithin 70.000 perdë, dhe një dritë e fuqishme e godet xhenetin, e që mos me konë mëshira Allahut e kish dijek xhenetin dhe çka konë ta. E pastaj Allahu Azza wa Jall ju thot: Selamun alejkum ja ahlel gjenne, pasi Allah që mbi ju banorët e xhenetit, dhe njerëzit e shohin fytyrën Allahut. Pastaj përgjigjen: Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. O Zoti I paqja, prej teje është paqja, u madhrofshin dhe u bekofshin emnat e tu të bukur. Pastaj njerëzit e shohin Allahun dhe e kujtojnë ajetin: hadha rabbukumul ladhi kuntum ta'budun, që ky është Allahu që ju e keni adhuruar në këtë dunjë. Dhe pastaj secili prej njerëzve vetmohet me Allahun Azza wa Jall. Dhe me secilin Zoti flet një për një dhe thot: le po robi jam. E pastaj thot: o Zot, unë e du këta. Pastaj Allahu thot: apo don diçka tjetër? Kur hargjohen kërkesat e tina, thot: jo, s'po di ma çka me lyp. Allahu ja fillon m'ja kujtu: mos pedon edhe këta. Thot: po o Zot, jam pidu edhe këto. E pastaj Allahu jep edhe diçka që ai s'din hiç me lyp, dhe kështu vazhdon me ju dhon çdo ditë dhurata Allahu nëpërmjet melekëve që futen çdo ditë min kulli bab, prej çdo dere në xhenet që kanë, ju thonë: selamun alejkum, selam keni prej Allahut, dhe këto dhurata janë për juve. Pastaj njerëzit kthehen në xhenet, thot pejgamberi alayhis salam: mos me qenë mëshira Allahut, ju kish gërditë xheneti, se as që I bukur është Allah, sa xheneti mos duket I bukur kurrë, karshi kësaj bukurie që sytë e ty në e panën. Dhe pejgamberi alayhis salam të e tregu këtë hadith, e pyetën dhe I thanë: a kena me pas secili Allahun? Thot: po, inekum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatul badra la tudaruna fi ru'yatihi. Secili prej juve keni me pa Allahun që sheshini hanën natën e natën 14, në ditën e 14 apo natën e 14, hanën e plot që nuk ka re, që ashtu keni me pa Zotin secili. E pastaj në Sahihun librin e Tiraj edhe Daraqutni përmend disa hadithe që ka prej njerëzve që ka me pa Allahun çdo javë ditën e xhumë, e ka prej njerëzve që ka me pa Allahun 2 herënditje, e ka prej ma shumë 5 herënditje, dhe bjeni e thërë të Ibn Mesudit që sa e këna pas Allahun para syve në dunja,
aq shumë kena me pas mundësi me pa Allahun në xhenet. Kjo shkurtimisht për xhenetin dhe për më të mirën e xhenetit, shikimin në fytyrën e Allahut azza wa jall, e që nuk ja vlen asgjë e kësaj bote me na ndërprej, me na largu prej kësaj kënaqësie që Allahu ka përgatitur për robët e vet. Ibn Qayyim rahimahullah e ka një libër në 2 vëllime të quajtur Hadil Arwah ila Biladil Afrah, udhëzimi shpirtënor drejt vendeve të lumturisë të përjetshme, o fjala për xhenetet. Dhe thot, pas që të kryen këtë libër, thot, o rob i Allahut, aja vlen për një dunja që kemi jetu 50 vjet, 60 vjet, 80 vjet, e gjysa ka me të shku në gjumë, e gjysa tjetër në punë, e gjysa një pjesë nga hile, e për pak me hubi xhenetin e Allahut, që në të kemi kanë për gjithmonë, përgjigjen të alo ty, thot, të edhin mas mire. Po ashtu vëllezërit e mi, njerëzit në xhenet do të jenë pozita ndryshme. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, në xhenet Allahu ka përgatitur 100 pozita për dëshmorët. Mes një pozite dhe tjetra është sikur se largësia mes qiellit dhe tokës. Ndërsa Aisha radhiyallahu anha thot se në xhenet do të jenë 6236 pozita. Kjo për shkak se në Kur'an ka 6236 ajete dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot do t'i thuhet atij që e ka punuar me Kur'an, lexo Kur'anin deri tek ajeti i fundit që ke punuar me të në dunja. E nëse ka punuar me gjitha ajetet, do t'a ketë pozitën më të lartë në Firdaus. Gjitha xhenetet janë të krijuar prej melekëve përveç xhenetit Tadnit dhe xhenetit Firdaus. Ato i ka kriju Allahu me dorën e vet. Dhe çdo gjë në ato xhenete është prej dorës të Zotit, nuk është prej melekëve. Xhenetin e Adnit e kanë pa melekët si Xhibrili, pejgamberi e kështu me radhë, ndërsa xhenetin Firdaus nuk e ka pa kërkush prej krijesave. Askush nuk din se çka fon Firdaus, përveç se dina se çdo lum bazën e kanë Firdaus, aja është mesi i xhenetit dhe më i larti i tyne, e kulmi i Firdausit është arshi i Allahut. Fronti i Zotit është kulmi i Firdausit. Allahu azza wa jall e din mas mirë se çysh është, po Firdaus në gjuhën arabe i thoni vendit që ka shumë pemë. Dhe prej këtu thonë dietarë se ato ka gjithçka me bollak, gjithçka shumë. Dhe Allah azza wa jall kur flet në surën Waqi'a për njerëz, thot was-sabiqun as-sabiqun ulaika al-muqarrabun fi jannati an-na'im thullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin. Dhe ata që janë të partë, që garojnë për me qenë të parë në xhenet, dhe ata janë të afër Allahut në xhenet. Pra do të jenë Firdaus, afër Zotit. Thot janë shumë prej të parëve, prej sahabëve, tabiinëve, e prak prej të vëshme, prej neve. Prej atyne që kanë ardhur më vonë, janë pak, sepse nuk e kanë vullnetin që sahabët e kanë pas për xhenet. E as nuk e kanë imanin e as punën për këtë xhenet. Ajo që mas shumë të njerën e pengon për me punu për këtë xhenet, është dhonja mas dunjas. Ibn Abi Dunya e ka një libër që e ka quajt dhe më dunja, për buzja dunjas, dhe në të ka shumë e thera, mbi 800 e thera prej selefit, fjallë të sahabët, tabiinëve, fjallë pejgamberit, ajete ka në këtë libër, e që ka kapituj të veçantë që të regon se si dunjaja e pengon njerën me punu në xhenet. Të dhonë mas të përkashmes, habitet, të punu për ta dhe harën me punu për ahiret. Dërsa të parë tonë e kanë majtë dunjan në dorë. Nuk e kanë fut në zemër,
e njerit mi dhim dora që të thojna largë zemrës. Ndërsa sot dunjoja fund zemër, luftojnë për ta, shahën për ta, vrahën për ta, për një copë ben, për një copë pasuni, për diçka të thjeshtë kësaj bote, ndërsa për xhenet, sikur se mos me pas fare gara, ose sikur mos me pas fare dërt xhenetin e Allahut Azza wa Jall. Fatkeqësisht na u ka bo jargani namazin e sabahut ma i ranë se imani. E kena let me hjek jarganin kur që vjen koha e punës. Po kena shumë ranë me hjek jarganin për namaz natë apo për namaz sabahun në xhamat. E një njeri që e ka synim xhenetin nuk vepron kështu. Po mundohet me bo çdo gjë të mundshme për me arrit kënaqësinë e Allahut Azza wa Jall. Gjithë ato mashtrime që po na mashtrojnë se në xhenet kena me shku, se kush thot la ilaha illallah ka më fund xhenet e ngjashme, ta dini mirë se janë mashtrime prej shejtanit, që mundohet me mashtru rob të Allahut. Pejgamberi alayhi salam të e ditë vlerën e xhenetit, edhe pse i kish gjunahet e falne. Allahu ja kish fal krejt gjunahet kalune e të ardhme, këmt e ti të bekune, ishin të ajta për shkak të qëndrimin gjatë namaz. Dhe Aisha radiallahu anha, kur i shikon të këmt e ti të bekune, e pëste pse gjithë kjo adhurim i dërgun e Allahut, thoshte e fela e kunu abden shikura, atë mos jem rëb falëndërues. Nëse shikon dynjon e ti, që ka qenë dynjaja ti, për çka me falëndëru? Për një dhomë që kur ka ronë sejdë u duft mja prej komt Aishës radiallahu anha, mi thonë ngrehi komt se po bëj sejdë. Për një dhomë që në të s'ka pas përveç një krevete, një ibrigu dhe një tesha. Për një dhomë që s'ka pas as rrim as ujë, as se kanë dalë të ftaftin as të nxehtin. Për çta me falëndëru? Ndërsa gjithë këtu mirësi i kena, sa pak falënderojnë. E pastaj menojnë se Zoti ka më nashtru një të pjesën të kuq dhe drejnë xhenet këna me hi. Jo, Allah, nuk shkon ashtu. Nuk futën në xhenet robe, vese të di që shën fut ata që kanë meritu xhenetin. Pejgamberi e sahabët. Nëse s'ngjon dita jonë, e nata jonë me ditë dhe natët e tyre, nuk do të ngjon nesër dhe në qëndrimi jonë me tyre. Kema të din të danë, çka të bën, e merë në fund, çka të mjellë korë, nëse e len njëri tukën batall, mos të kërkon në vjesht me shku me thonë pse su bo gruni, ose pse su bo misri, po ti se kem bjellë, që ashtu shumica e jonë presin më fund xhenet pa mbjellë kur gjë për ta. Pa u bo mundin më të vogël për ta. E të thonë, hajsa Allahu e bon mirë. Kjo teori është ndikim prej materializmit, prej ateizmit, nuk bohen senet mirë pa i bona mirë. Nëse na nuk e nrejshmë vetën, nuk morëm vendim që çdo ditë më afru të Allahu, më në ngjallë këtë pejgamber të Allahut, nuk në bujnë dobi kur gjë. Se ka pas njerëz që kanë pa pejgambert, ka nejtë me Muhammedin a.s. po si ka kry punë kjo. Andaj nëse vetë na s'përmjeson, kush ka më na përmjeson? Mos të mashtron dynjaja me thonë, wallahi puna po më lodh. Nuk po mëj me u falë në xhamat se po punoj shumë. Për një rrugë, thjesht dynjas e hub vlerën e xhamatit për rrezikon imanin, e që pejgamberi alayhis salam thoshte, namazi më i rëndë për munafiqët është sabahu dhe yatsia në xhami. Andaj nuk rrezikohet imani për diçka thjesht. Për shumë njerëz të falin në Gaza, pa dur, me kam, me njënën kam ose pa kam hiç në kulic, po se lojnë namazin, se lojnë adhurimin. Shpit e preshtat, shkatrune,
pa ujë, pa rrymë, pa infrastrukturë, s'ka mejt kur gjë veç garmava, në qatë gjendje adhurojnë Allahun dhe sinin kur të anku, e na me krejt këtu të mira, s'nalet gjuha të anku Allah na falt. Nësë Allahun që këj përshkrim e xhenetit me qenë shkak për me eshtu adhurimin, me eshtu seriozitetin për xhenet, me pas përime dhe me lutë Allah në çdo ditë me na eshtu për mallimin, për takimin me ta, ai që e urrejnë vdekjen, e urrejnë takimin me Allahun, ai që e dën vdekjen, e dën takimin me Allahun. Kështu na mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po nuk e urrejnë vdekjen veç një njeri që është i lidh me dunja, është i lidh me të përkohshmen, është i lidh me e ka ndërtu këtë botë, po fatkeqësisht e ka shkatruar ahiretin dhe nuk e urrejnë takimin me Allahun veç një njeri që ka prish fort punë me Allahun. Ndaj lutem Allahun me qenë prej atyre që e dojna takimin me të, e dojna dalja për ati dhe jemi denjt me lejen e Zotit për me fitu xhenetin e tij. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum.